Për të diskutuar për këtë çështje, po lidhemi tani drejt për drejt me telefon me pronarin e radio televizionit Mitrovicës, zotin Nezhmedin Spahiu, i cili aktualisht ndodhet në Qipro. Zoti Spahiu, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Spahiu, a mund të na përshkruani versionin tuaj të asaj që ka ndodhur me televizionin tuaj nga ato që dini? Ky është një akt qyqar duke shfrytzuar mungesën time duke qenë një udhëtim zyrtar në Qipro. Sapo kam arritur këtu që morë vesh informacionin për ndërhyrjen e dhunshme të policisë së Kosovës me autoritetet komunale në një qasje e cila është thjesht e paligjshme për autoritetet tu në Kosovë, për shkakun që këto objekte të cilat shfrytëzon radio televizionit i Mitrovicës që 13 vite që nga fundi i luftës në Kosovë, që nga viti 1999 me leje të UNMIK-ut, tani të cilat komuna e Mitrovicës në mënyrë arbitrare dhe pa kur farë baze ligjore i ka shpallur dhe i ka shënuar në katastë si pronat e veta. Këtë ka bërë edhe me të gjitha OJQ në Mitrovicë, duke ja u marrë pronët dhe duke i shantazhuar, duke i kurzuar që të bëhen veglat e pushtetit, gjë cilën ka ndodhur me vetë organizatën Hendikos në qendër të qytetit, zyra të cilave ishte përballë nesh dhe zyrën të cila është shndruar në një kafeteri për aktivistët e PDK-s, ndërkohë që ata janë hjekur nga këto zyra. Kjo ka ndodhur edhe me shumë organizata të tjera, të cilat komuna në mënyrë të palishme i ka shantazhuar. Dhe njëjta gjë ka ndodhur edhe me televizionin e Mitrovicës. Në çfarëdo pretendime që mund të ketë komuna, ajo do duhej të drejtohej gjykatës për të realizuar në qoftë se ajo pretendon se kjo pronë të cilën e shfrytëzon televizionin e Mitrovicës që 13 vite me leje legale të UNMIK-ut i takon asaj, atëherë veprimet do duhet të kryeshin në mënyrë të lehtëshme dhe jo në mënyrë tinxare pas orarit të punës së komunës diku rreth orës 5 në mbrëmje, duke thyer me dhundë, duke dëmëluar pajisjet, vlera të cilëve është shumë e madhe se sa vlera vetë objektit. Zoti Spahiu, më falni që ju ndërpres. Autoritetet thonë se ju ishit në pronë publike dhe ju po thoni që kjo është bërë në mënyrë të njëanshme, po nga ana tjetër thuhet dhe që televizioni juaj është paralajmëruar, është njoftuar që t'i lironi këto ambiente. Po, është paralajmëruar me 10 korrik. Imagjinoni për një televizion se sa është e nevojshme, edhe sikur të ishte kjo kërkesa e ligjshme dhe drejtë, një televizioni për të zhvendosur zhvendosur pajisjet dhe stafin e tij i nevojitet një kohë shumë më gjatë dhe për këtë ka paralajmëruar edhe Komisioni Pavarur për Media komunën e Mitrovicës, se sa ajo që është dhënë në një urdhëresë administrative. Po, ju thoni që kjo është bërë nga ana e autoriteteve, pra është bërë me qëllim. Po, sipas mendimit tuaj, cili është ky qëllim? Pse kanë bërë këtë ndërhyrje autoritetet komunale? Partia në pushtet në fakt i ka shpallur luftë shoqërisë civile, i ka shpallur duke bërë që dhe medjave në përgjithësi, ishte ky rasti me nenet në kodin penal, ishte rasti me rrafjen e gazetarit Halil Matoshi dhe tani vetëm një medium i cili mbeti që është i pavarur, në fakt ishte televizioni Mitrovicës dhe këtu është qëllimi që të kërcënohet, që të shantazhohet televizioni. Po, më falni, atëherë çfarë janë hapat e mëtejshme, shkurtimisht, që ju parashikoni të merrni mbas këtij veprimi? Hapët, sigurisht që ne do të tentojmë që në mënyrë ligjore ta rikthejmë hapësirat të cilat kemi vepruar dhe duhet ta zhvillojmë në mënyrë të civilizuar procesin gjyqësor i cili do duhej në rast se komuna e Mitrovicës ka një pretendim, atëherë të shqyrtohej kjo dhe jo me opinione arbitrare të kryetarit të komunës, të cilit nuk mund t'i pëlqejnë këto. Arsyeja... Po, zoti Spahiu,
Ju faleminderit. Vetëm pak do duhet pyetej, me qenë se më pyetët, arsyeja vërtet është zbulimi i një fakti, një dokumenti të cilën kryetari i komunës ka bërë marrëveshje me një televizion fiktiv, do të thotë me një televizion jo ekzistent për t'i paguar para, të cilat dhe kjo kontratë është një vepër e madhe penale që tregon tjetërsimin e mjeteve publike për thjesht qëllime hajnie, dhe këto dhe sigurisht është tentuar që të sulmohet televizioni para se një dokument i tillë të del në shesh, i cili do dalë së shpejti në media këtyre ditëve. Ju falenderit shumë. Ju falenderit dhe ju.